Inesa, shumë kënaqësi që jemi sot në këtë podcast të Food Lovers, ball për ball, me një kuzhiniere me plot kuptimin e fjalës. Faleminderit që më ftuat. Të mirëfillt. Një kuzhiniere që ka eksploruar edhe ka ulumtuar dhe tek pjesa e kuzhinës shqiptare, pra tek tradita jonë, edhe ajo që mua më pëlqeu më shumë tek ty është ajo mënyra se si ti e tregoje recetën. Ajo storytelling që njerëzit, edhe ato që nuk e din, ti i bën të kuptojnë edhe i bën të ndihin shihen atij produktit edhe kur nuk e kanë përpara, dhe kjo është një aftësi shumë e mirë në këtë biznes. Është besoj që të bën dashuria dhe pasioni për kuzhinën. Unë besoj që kush bën diçka me shumë dashuri dhe me shumë përkushtim, të gjitha gjërat e tjera pastaj vijnë si pasojë e kësaj. Unë them që këtë kanë shumë njerëz, edhe ata që nuk janë në profesion. Besoj që kjo është një aftësi që jo domosdoshmërisht ka lidhje me profesionin, në fakt, të kuzhinës, por është një aftësi e personit i cili dita transmetoj informacionin që ka, dita përcjell. Meqense po flasim për profesionin tim, them që ka dhe njerëz, domethënë, që të transmetojnë atë çfarë kanë gatuar pa e shijuar ti, pa e ngrënë ti akoma. Domethënë, unë kam mamin që është në distancë, ne jetonim jashtë dhe kur të dërgonte diçka thoshte baklavaja që të kam dërguar është krokante, sherbeti ka dalë shumë i trash, por nuk është i ëmbël shumë që të veli, arrat janë të pjekura më së miri dhe ndihet aroma e gjalpit. Dhe ti ishe e ndjeje nga këtu deri këtu atë pjesën që sikur po e haja akoma s'kishte ardhur, s'kishte kaluar kakavin, thoshim ne. Të kishte futur në atë gjendjen e shijes baklavas. Mua në fakt më bëri shumë përshtypje historia jote, edhe nga bisedat që ne kemi patur bashkë, po edhe nga eventet që bëm së bashku. Më bëri shumë përshtypje i gjithë rrugtimi yt, se si e ke nisur ti këtë profesion në Greqi, se si ti e ndërtove punën, po edhe familjen atje, edhe më pas një ditë bukur vendose që të kthehesh në Shqipëri. Do doja ta ndalim bashkë këtë histori edhe për ndjekësit tanë. E vërteta është që ky projekt ishte sigurisht e fiks për mua, domethënë ishte back to roots, ishte një nga gjërat që erdhi fiks në një kohë që edhe mbas sfidash që ne gjetëm këtu, kthimin në rend dhe në tradit ishte një lehtësim, ishte tamam sikur u kompletova nga e gjithë kjo. I rrugtimi që ti kishe nisur. Unë kam qenë shumë e vogël, kam qenë 15 vjeç kur u largova. I kanë qenë vitet e 97-s atëre që ishin shumë të vështira për gjithë. Mosha jonë njerëz sidomos nuk na u dha mundësi as të shkolloheshim, as dhe duke qenë se e gjithë udhëtimi për të kthyer përsëri këtu nisi nga ikja, sepse ne ikëm sikur nuk do ktheheshim me, ose se kishim menduar ndoshta edhe kur. Por ai boshllëku që lë mbrapa është mall, domethënë, dhe të merr malli edhe për gurët. Domethënë, dhe për gurët që lë mbrapa. Andaj mund të kesh gjithçka. Vetëm kur je emigrant e kupton këtë, në fakt. Po, unë them që kur emigrantët i mirë kuptojnë dhe i kuptojnë shumë njëri tjetrin, sepse andaj ti mund të kesh gjithçka, mund të kesh lehtësimin që këtu të vështirësohet jeta qoftë nga shteti, shumë ankohen që shteti, ankohen bashkia, ankohen fqinja. Por e vërteta është që kudo ka, në çdo shtet ka vështirësi me shtetin, në çdo shtet ka, thjesht ne si emigrant nuk na prek shumë, sepse ne shkojmë në punë, vim në shtëpi, pagojmë taksat, jemi shumë të rregullt andaj, nuk mund të akuzosh një shtet që të ka bërë jetesën ty të vështirë, sepse ti vetë nuk po bën diçka për të përmirësuar jetesën tënde. Po. Domethënë pasiviteti dhe këtë gjë që kshu janë gjërat këtu, jo, nuk është e vërtetë, domethënë. Ti mund ta krijosh, mund t'i japësh mundësi vetes që edhe këtu të bëhet si atje. Po, të pagohen taksat ashtu siç duhet, ti hedhësh plerat ashtu siç duhet, të sillesh me fqinjët, jo me atë frikën që ty do të deportojnë nga shteti. Bëhemi prindër më të mirë kuptueshëm, më ndje hapur,
Po në të njëjtën kohë dhe të punojmë më fort, sepse kemi 2 palë, ne jemi brenda 2 brezave që duhet dhe jemi fëmijë që duhet shikojmë prindrit dhe jemi prindër që duhet zhvillojmë fëmijët. Dhe ne kemi ngelur në mes diku aty që duhet mbijetojmë dhe vetë, shohim dhe ëndrat tona, ato që duam ne. Të realizojmë dhe vetveten. Po. Si ka nisur rrugtimi yt në kuzhinë? Nga pasioni yt sigurisht, por kur I hyre kështu në mënyrë profesionale, pra, ai ndryshimi nga një anvis shtëpie në një kuzhinjere profesioniste. Restoranti im ka emrin Thargu, dhe aty ka nisur gjithçka, domethënë, po thuaj se ne jetonim te Thargu jon, unë kam qenë 10 vjeç. Ne kemi breza në familje, domethënë që shuhen gjyshet tona për të gatuar mirë, po dhe një xhaxhaj që merrej me gatime në përdasma dhe në evente që kishim, dhe ne ishim ato të vogla që ai na merrte gjithmonë me vete për të ndihmuar aty, dhe ajo adrenalina që shkaktoi ato zerat, ai bënte një pjatë dhe ne duhet të ndiqnim atë radhën se si duhet I vendosnim, unë bashkë me një gocën time të xhaxhait. Dhe ajo bezdisej, se dukej, domethënë, nuk është ashtu kurse unë e kisha lumturi, domethënë, jo se vetëm hanim gjërat mira, por që ishte një nga gjërat dhe e mbaj mend si tani një mbasdite binte shi dhe ne ishim ulur te Thargu dhe hanim bukë me vaje me krip, se ishte një nga degustimet e bukura, ishin si brusketa ato bukët që bënte mami vet. Dhe them një ditë që nga ajo që isha shumë e dobët, edhe kisha një problem shumë të madh që isha e dobët, dhe kisha, nuk thuhet një fjalë çfarë thoshin plakat, kështu që është si ajo fjala që identifikon atë personin e dobët. Dhe unë thosha që një ditë unë do bëhem me shëndosht dhe guzhunjere. Dhe do kemi një restorant me emrin Thargu. Pa e ditur fare se si do vinin gjërat dhe çfarë do bësh, çfarë do studioja dhe çfarë do vija, dhe kur shkuam në Greqi që jeta mori një lloj drejtimi që unë duhet punoja vetëm në sezon, sepse atëre mundet të lija gocën vetëm, se linda e re dhe kisha dhe detyrime si mami, veç kësaj. Unë fillova duke larë pjata, diku që s'dija të bëja asgjë, dhe nga aty më thot pronarja që ti më dukesh e mprehtë, një ditë në një mungesë stafi, a kalon këtu që të bësh sallatat dhe pa shpejtësinë dhe atë adrenalinën time, a shtyhesh pak më tutje? Dhe dëshirën tënde për ta bërë mirë. A vazhdonte shkollën se na duhesh që të kesh edhe një diplomë, se vinë këta të higjienës edhe na duhet që ta ashtu, dhe unë u gjenda mbas 9 vitesh punova për atë familje, duke u bërë nga aty duke u rritur në detyrë, në të gjitha rolet e kuzhinës. Dhe aty shef që aftësitë nuk kanë të sosur, ti mund të përfitosh, sidomos nga eksperienca, ndonjëherë eksperienca të jep më shumë edhe se sa vetë shkolla, le të themi. Në shkollë ti mund të edukohesh, por eksperienca të jep gjëra që nuk të jep ndonjëherë shkolla. Dhe duke marrë gjithë këtë paj, le të themi, sepse çdo njeri që është emigrant, përveç përfitimeve që ka nga kultura që të atij shteti, edukohet shumë mirë në ambientin e punës. Domethënë ka trajnime që ndoshta këtu s'do I kishte kur, një mënyrë, domethënë, dhe një njeri që punon në torno, le të themi. Prek pajisje që në Shqipëri ndoshta nuk do I prekte kur me dorë. Dhe duke ditur që se çfarë bëjnë, tani njerëzit shkojnë në jashtë, I marrin edhe inxhiniera, dhe njerëz që kanë lidhje me pajisje të mëdha profesionale për fabrikat, për gjë që I trajnojnë se si ato punojnë. Ne I kemi pasur falas këto gjëra. Domethënë, kemi prekur pajisje kur në Shqipëri akoma nuk ishte hyrë si të tymosje mishrat. Ose nuk dinin produkte, unë kur vija duhet të merja me vete edhe pana, se s'ka pasur. Gjëra që t'i bëja motrave, gjëra që nuk gatuaja atje, që ti kishe mësuar të bëje. Po. Dhe kur shifja, domethënë që gjërat këtu akoma nuk ishte bërë rruga që të vinim në Tiranë, domethënë ne shkonim, na shkonte rruga 3 orë sepse ishte rrugë. Unë prap kisha mall që të kthehesha, tani është bërë, Shqipëria është bërë wow, domethënë kush mund të thojë që në Tirana nuk është një nga vendet si Europa, nuk ka ardhur që të jetojë. Domethënë unë kam njerëz që jetojnë në emigracion akoma me idenë e Shqipërisë që kanë lënë në 97-ën. Dhe nëse nuk I sjell malli,
Se ka njerëz që ndoshta edhe më kanë mall, nuk janë sentimental si puna ime, për shembull, që kanë kokën mbrapa. Motrat, mami, babi, parasysh kanë familja, shtëpia, vendi yt. Po. Ka njerëz që nuk janë sentimental, ka njerëz që janë gjak ftohtë dhe ikin me laps me letër, kanë unë them gjithmonë që njeriu është si puna e asaj kafshës që është prirë për të jetuar në ata ambient. Domethënë nuk mund të marrësh një tigër xhungle ti dhe ta çosh në Alaskë që të jetojë. Sepse e shikoj që edhe në Tiranë, ne kur kemi ardhur, unë jam shastisur, le të themi, nga kulturat e shumta që unë kisha mësuar të jetoj si në Berat. Dhe të mendoj si në Berat. Po. Dhe të mirëkuptoj që në Berat zonjat e qytetit janë shumë, le të themi, delikate, vishen që në mëngjes, pispillosen, dalin, shëtisin, mbasditën kanë një bulevard atje që mbaj mend që e vogël që dilnin dhe shëtisnin. Ne në fshat kemi qenë më ndryshe, domethënë, po prap njerëzit njihen gjithë me njëri tjetrin dhe kur janë secili në qytetin e vet, është si ajo që ti e di shumë mirë se çfarë tjetër pret nga ty, pret që ti ta përshëndesësh, të sillesh me një farë forme që nuk mund të shkosh ti në Berat, në qytet, apo në një qytet tjetër dhe të vesh me bizhame. Sepse jo vetëm të keq kuptohesh, dhe le të themi që mua nuk më intereson të keq kuptohesh, por respekton tjetrin, me mënyrën se si ti sillesh. Ka disa baza, ka disa rregulla. Dhe kur erdha në Tiranë, unë ishte përzier kjo, ishte bërë, domethënë, një kulturë nga të gjitha anët dhe unë shifja poshtë pallatit njerëz shumë të ndryshëm, nga Kuksi, nga Dibra, nga Pogradeci, nga Korça dhe të gjitha zonjat që ne kishim në ambient, unë isha akoma duke u mësuar se çfarë po ndodh, domethënë ku jam, se akoma kjo ishte një nga sfidat e mia kur erdha. Të riambientoheshe dhe pra të ktheheshe dhe të gjeje më një ambient që nuk e kishe lënë të tillë, por të përshtateshe në vendin tënd, Ishte në një formë tjetër. Dhe e them, edhe e kam thënë edhe herë tjetër që emigracioni ka shumë forma, edhe emigracion brenda shtetit mund të quhet që ti përshtatesh dhe mësohesh me diçka tjetër, me një ambient tjetër, madje edhe njerëzit kur ikin nga fshati në qytet, që nuk i ngjan më asaj që ti. Domethënë ti merr dy pleq që kanë jetuar gjithë jetën në fshat dhe i merr dhe i detyron që të jetojnë brenda 4 mureve në një pallat. Qoftë edhe brenda qytetit të tyre, ata janë emigrantë. Në një farë mënyre. Ata vuajnë mënyrën se si zgjohen, se si shohin ambientin, si ndryshon rutina dhe se si duhet përshtatet me një habitat të ri. Produktet, ai është mësuar të ngrihet dhe të marrë sallatën jeshile nga baçja dhe të hyj, ta laj, zonja, ta haj dhe ta shijoj. Kurse kur e mbyll në një ambient që është kështu, Shqipëria domethënë ka aq shumë forma emigracioni, sa neve besoj që 45 vjet apo 50 vjet që kemi qenë në komunizëm, kjo është një lloj formë tjetër. Besoj që mbas 50 vjetësh mund të themi që do përmbushet e gjithë kjo. Të gjithë do gjejnë vetveten atje ku janë, ata që janë do kenë vendosur o do kthehen o do rinë atje ku janë, po besoj që në një farë mënyrë do kenë mbajtur gjërat në vendin e vet. Po. Shoh shumë njerëz domethënë që i kanë të gjitha, po prapë mungon diçka. Janë në kërkim të asaj. Jo se nuk përmbushet, po ti mund të kesh para. Po paraja nuk ta sjell. Nuk të përmbush në çdo aspekt, nuk është gjithçka. Mund të kesh kushtet në shtëpi apo ku diun rrugën shumë të bukur aty ku jeton në Gjermani, po je vetëm, nuk të shijon ajo kafja që ti pi. Melankolia dhe është si puna e shëndetit, nuk blihet me para. Malli është diçka që domethënë unë thosha gjithmonë, im shoq thoshte shqyr që në Greqi sistemi telefonik OT ishte me kontratë mujore, domethënë që ti dhe ne ndër muajt e vështirë që unë kam pasur me mall, mund të na vinte fatura 350 dhe në 2 muaj që vinte fatura 700 euro. Se do më shikojnë në dheraca e burit edhe do thonë po ç'pas ka bërë vllajta. Na pas ka dëmtuar ekonominë. Si e kujton atë periudhën e kthimit? Si vendose ti të ktheheshe? Kur qej momenti që the unë se të ndërtohesh familjen, e kemi folur pak a shumë bashkë.
ti kishe vajzat e vogla dhe të vendosësh sot për nesër që unë do kthehem në Shqipëri, vetëm duke u nisur me atë ndjesinë e mallit, po ndërkohë pa një plan konkret, pa një gjë konkrete, por thjesht dëshira dhe malli i madh të bën ty ta marrësh atë vendim. Sot jashtë kanë ndryshuar gjërat, sado se është një 10 vjeçar që luhet nga momenti që bën goxha diferencë. Dhe shqiptarët edhe shtetet ku janë tani po ja u din vlerat, sepse shqiptarët janë punëtor, janë të zgjuar, janë përthithin nga sot i kanë bërë vend vetes, për të thënë vërtetën. Dhe vitet e fundit sot, po të isha në Greqi, ndoshta dhe atje mund të realizoja ëndrrën time, kur atëre kur doja nuk mundesha. Do me thënë, në ato momente mua nuk besoj se më jepte njëri mundësinë që unë të kisha një restorant timin, apo të mendoja që do bëj diçka time, sepse dhe vetë shteti nuk të lejon që ti të zhvillohesh, sepse emigranti duhet mbetet emigrantësh, mas punonjëse nuk duhet të zhvillohen, që të kapin pozicione që ti i ke ruajtur për vendasit. Do me thënë është politikat e tyre. Tani po ka ndryshuar gjithçka. Dhe tjetër në një moment të bukur, i se bashkëshortit do ikim. Po. Do thënë i fort ai që më ndoi që të më ndoshta e ka akoma kështu peng, po nuk e di, të falenderon sot që e bëre mbar për të kthyer. Ai nuk është romantik si unë. Ai është oficer dhe më gjak ftohtë, më racional. Po. Ai ishte adoptuar atje, ai ishte rritur nga disa motra ortodokse dhe i kishin transmetuar të gjitha të dashurinë, madje ai akoma dhe sot jemi këtu neve, ai dëgjon këngë greke të rënda popullore, shekullore dhe ndihet sikur ata po. Ndoshta nga ajo që unë nuk isha kur e lumtur, nuk isha kur e kompletuar dhe ashtu, ndoshta ai bëri sakrificë për mua, siç bëra unë 17 vjet për ata dhe jemi në ato vitet që për 1-2 vjet mbushim 17 edhe këtu. Bëheni barazi. Po, dhe bëhemi barazim. U ktheve në Shqipëri. Siç e the, Shqipëria nuk ishte më ajo çfarë ti kishe lënë. Si që për ty ky riintegrimi? Gjetja e vetes, fillimi një pune, po në atë profilin tënd. Më thej diçka të bukur që unë dua që ta ndajmë, që ti gjitha kursimet e jetës erdhe dhe i investove në një biznes në Bregdet. Po, është shumë e vërtet. Ne hapin e parë bëm atë që mendonim që do ishte e dura dhe ishte momenti, por vërtetuam që ndoshta s'ishte momenti, sepse që të jetë momenti duhet të kesh edhe disa njohuri të asaj që të rrethon dhe atje ku janë disa faktorë drejtuar. Dhe vështirësia e parë ishte kjo që ne nuk njihnim akoma procedurat e shtetit, se çfarë duhesh, nuk njihnim njerëzit se si vepronin në marrëveshjet e tyre, me gojë apo me shkrim apo gjithçka. Nuk dinim se si do reagonin njerëzit tanë rreth e qark për këtë mendim ose këtë veprim, sepse unë mendoj që të shumtët e të rinjve ose të atyre që largohen sot nuk është se largohen nga Shqipëria. Mendoj që largohen nga mënyra se si njerëzit rreth e qark i ndikojnë tek ata në vendimarrje, në mënyrën a e respekton tjetrin kur është duke marrë një vendim për jetën e tij, duke i prerë në thonjza krahët. Pra impakti i shoqërisë. Po. Dhe kjo ishte një sfidë më vete, domethënë ti ishe duke ndërtuar një ëndër dhe ishe duke marrë sulme të shumë fishta nga rreth e qark, domethënë, dhe përveç atyre dhe sfidat që ke me fëmijët, ndryshimi i gjuhës së tyre, domethënë vajza pati një shkëputje totale për një vit për të folur, vetëm se ndryshimi i gjuhës i shkaktoi problem, le të themi, e kanë shumë emigrant, këta e kanë vuajtur me fëmijët e tyre. Unë u tregova pak më e fortë dhe e mbylla biznesin vetëm për të shpëtuar këtë gjë, domethënë që mos kisha pasoja afatgjate. Të tjerë kanë vazhduar me këmbgulje, domethënë krisa e 2008-s ka sjellë shumë. Po të nevojit pra të desh që edhe
nga gjithë kjo situata e mos përshtatjes që vajza e vogël psoi, ty t'u desh që të jepje më tepër vëmendje dhe ta lësh biznesin më njanë sepse sekondar, direkt. Absolutisht. Brenda muajit vendose, domethënë që biznesi është sekondar dhe ne humbëm gjithçka aty, domethënë ne filluam nga zeroja përsëri, sepse ato ishin ato bagazhi jon I cili erdhëm. Domethënë ne shkuam me një valixhe me rrobat e trupit me nga 2 palënderesa. Mbaj mend siç ishte atëherë që im shoq dorëzonte të ardhurat që kishte mbledhur gjatë muajve që kishte qenë në Greqi Vjerit, sepse ishte djali I vogël, dhe kur kemi ikur, Vjeri I jep 5.000 dhrami, ka qenë dhrami atëherë, që ne të fillonim jetën. Dhe është ngritur im shoq në mëngjes dhe ka marrë 2 furça dhe një pastë dhëmbësh. Dhe ngellën 2500 dhe kur e kujtoj që kanë kaluar 30 vjet martesën e tani, dijen, pasurinë e gjithë asaj që kemi rreth e qark, fëmijët, të gjitha ato kanë filluar nga ato 2500 drami. Dhe është vërtet një sfidë. Emigracioni është shumë I egër nëse nuk ke suport. Nuk ke suport me dije, nuk ke suport me mjetet të tjera dhe ndoshta edhe kjo na ka munguar që të themi që po kthehemi në Shqipëri sepse aty do gjejmë suport. Aty do t'ja gjejmë anën, Shqipërisë edhe vendit tënd ja gjen gjithmonë anën. Dhe ndihesh sikur ke një stre. Familja në përgjithësi sado në Shqipëri mund të ankohen të gjithë që kanë familjet shqiptare janë ndërhyjnë më tepër se ç'duhet. Domethënë dhe kjo duke parë kulturën po na sillet këtu nga Amerika, nga Anglia, nga gjithë, domethënë që gjithë jetojnë vetëm dhe bëjnë çfarë të duan, le të themi në thonjza pa menduar se ashtu. Kjo ka dhe pasoja të këqija, nuk ka vetëm reatin që ti nuk të ndërhyn dikush, ti je vetëm. Sepse në fund fare familjet e mëdha janë stre. Ku ti gjen stre për çfarë do lloj halli që ke, domethënë, je mërzitur, ke psikolog falas, ke probleme financiare, ke një mbështetje ku të shkosh, ke probleme shëndetësore, ke njerëz infermier 24 orë falas, domethënë është le të themi që këta nuk e gjen në asnjë vend të botës. E gjen vetëm këtu. Këtë lloj formë dashurie. Pastaj stuhit janë të ndryshme, edhe andej mund të jenë stuhit të ndryshme. Janë faktorit tjetuarit, nuk është se do jetosh një vend dhe s'ke stuhi. Është proces, për sa kohë jemi zgjedhim të zhvillohemi, sa do të ankohemi, domethënë sepse dëgjoj kudo ku shkojnë, në parukeri, në restorant, në atë të gjithë kemi këto që unë I konsideroj domethënë që një emigrant qesh. Domethënë është po të marrësh një emigrant në Amerikë. Po të dëgjosh ankesat tona këtu, pra me ankesat e një emigranti, janë si nata me ditën. Unë po dëgjoja, nuk e di, e pash një ditë një djalë që jeton në Amerikë, ka qenë këto vitet e fundit ka ikur. Briani ka qenë fotograf dhe më ka lidhur puna që ta njoh nga afër, që kishte hedhur një gjë shumë prekse, që sa shumë I mungonte Shqipëria dhe kishte gjithçka atje, mirë po akoma diçka nuk e plotësonte dhe shikoja komentet e atyre që se kishin provuar ndonjëherë emigrantin, të qenit emigrant. Nga këto të ndryshme që po vlla po I bën lekët pal edhe prandaj se ashtu, mirë po të gjithë ne që u ngritëm dhe hikëm, kishim kurajën që mos na mungonte ajo që ty të mungon, ne po. E sfiduam veten, provuam që çfarë është mungesa e të mos pasurit asnjë. Dhe u pasuruam me dije, me gjëra që I kemi fituar nga krata, sepse me riskun që ndërmarrët. Po. Dhe është kjo që ti nuk mund të luash dot me këtë pjesë, domethënë ti nuk mund t'i kërkosh dikujt llogari pse ndihet ashtu, sepse është shumë e vështirë. Nuk mund t'i thuash ti nuk e ke përjetuar. Po. Domethënë unë thash që ka vërtet njerëz që ndihen shumë mirë, janë adoptuar, nuk mund të them që është nuk e ke provuar ndonjëherë diçka dhe është absolute.
Por mirë kuptove ata, sepse unë e mirë kuptoj dike që do t'i iki dhe do t'a provoj, por e dishin një ditë duke e provuar do t'a mendoj edhe këtë gjë që po them unë. E thënë, është një gjë që të gjithë do e provojnë dhe do e thonë. Inesa, përveç gjithë eksperiencës që ti more në Greqi, në restorante të ndryshme, në kuzhinën mediterane që nuk ka fjalë për ta përshkruar, pra është goxha e pasur, edhe pse edhe jona nuk është më pak. Ti erdhe u ktheve dhe fillove pastaj ta perfeksionosh zanatin tënd në restorante të ndryshme, duke punuar dhe me shefa të ndryshëm dhe duke vënë ti atë prekjen tënde, sepse kemi folur dhe më ke thënë që gjithmonë klientët të donin për atë çfarë bënte Inesa, për atë pjatën me dashuri që ti vendosi aty brenda, jo thjesht një pjatë. Është shumë edhe pse kur u ktheva në profesion në Shqipëri kam kuptuar që kuzhina shqiptare unë nuk dija të gatuaja kuzhinën shqiptare. Domethënë kisha ikur herët. Kisha ikur 15 vjeç, domethënë kisha mbetur tek ato gatimet e Beratit. Nuk dija dhe akoma ka emërtime dhe gjëra të bukura në gjithë Shqipërinë, le mos themi që sepse dija nuk ka fund. Në një moment që ti e kupton që nuk di mjaftueshëm, sepse ngecim gjithmonë tek fine dining që është në modë dhe është e bukur dhe është elegante, apo është diçka për tu provuar ose diçka që ti mund ta shijosh me një gotë verë apo me shoqëri të mirë. Në raste të caktuara. Po mbetet diçka që është mund ta zgjidhje shqiptarët sidomos, jo për përditshmërinë. Është diçka që do raste. Askush nuk e zgjedh në përditshmëri. Nuk është ajo ushqime që ty të mban. Kisha një sfidë shumë të madhe sepse unë nuk dija të bëja pilafin. Është shumë e vështirë kjo, jo se u fillova punë në restorant tradicional, se s'kishte atëherë, po nga shoqata e buzhunjerëve më sugjeruan një nga restorantet e bukur që ishin atëherë këtu me më dha rasti, domethënë, deri që të punoja atje. Mirë, po sfida e para ishte pagesa, si gjithmonë kur jam mësuar me paga si emigrant. Dhe Shqipëria atëherë pagat ishin të ulta. Po, kanë qenë goxha të ulta. Ajo pjesa që dikush tjetër ka përcaktuar se ti çfarë do bësh, sepse aty ishte një shef tjetër. Ti mund të merresh gjithë ditën edhe të bëje lulet gati. Asgjë tjetër, ose unë isha në sektorin e ëmbëlsirave dhe mbëja vetëm trufla gjithë ditën, domethënë, dhe ishte pak dëshpëruese nga ana ime sepse unë doja të isha në aksion edhe sepse ti u kornizove, pra nga ajo personi që donte të fantazonte, të krijonte. Nga një anë them shqyr që mu dha mundësia që unë të lëviz gjithandej. Domethënë nuk thosha jo asnjëherë për gjëra që ishin dhe restorante që mund të ishin, sepse e para punova me shumë shefa të ndryshëm, preka pajisje të ndryshme, punova në cepat të kuzhinave të ndryshme dhe pash se si funksiononte, sepse Shqipëria për mua ishte diçka që nuk e dija tregun. As se çfarë pëlqenin, as se çfarë duaj dhe po ti njoh edhe klientin pra në këtë rast. Dhe shihet e klientit. Në disa raste, domethënë kur ti ke kontakt dhe të jepet mundësia pastaj dhe rritesh dhe një biznes të beson ty rolin kryesor në kuzhinë, ajo është shumë e rëndësishme sepse është sikur të beson fëmijën e tij, sepse është vërtet, po ta kuptonin të gjithë këtë që punojnë për dikë. Ai me të vërtet mund të ketë bërë investimin dhe ka hedhur parat, po ai e ka si fëmijën e tij biznesin. Dhe kur e merr dhe ti ashtu, e merr si amanet, klientët bëhen për ty diçka që janë goxha të rëndësishëm. Ti del dhe prezanton ushqimet me një lloj forme që ai ta shijoj para se ta provoj. Domethënë siç the edhe ti më parë, që përshkrimi është një nga gjërat kryesore që njeriu kur ta presi, mos presi vetëm që ajo është e bukur apo jo. Mund ta shohë edhe kafe, edhe po të shëmtuar, po ti përshkrimi xha e ke bërë, është një ke ndryshuar perceptimin për atë që do të sepse ai ka dëgjuar që nga ka ardhur
ky mishi, pse është bërë aq i errët, çfarë vlerash ka ushqyese, me çfarë është ushqyer kafsha, jo po pse është, dhe ai është përgatitur. Edhe ndonjëherë prandaj dhe klientela e konsideron që të dali shefi nga salla është e rëndësishme që del rrallë, sepse s'ka kohë, është i zhytur në punë, po kur del për të bërë përshkrimin dhe për të mikpritur njerëzit, është me të vërtetë e rëndësishme sepse klientët u jep një kënaqësi të veçantë kjo, që marrin nga ai atë që duan të dëgjojnë. Është e bukur sepse e thot shefi. Po. Dhe shefi ka mënyrën e tij bindse dhe ti krijon atë besimin për sepse transmeton energjinë e tij dhe të ushqimit që ti do të konsumosh. Por bizneset në Shqipëri janë pak të vështirë për tu përshtatur nëse ti je idealist. Do me thënë, në qoftë se ti ke, le të themi unë, mund të quhesha deluzionare kur kam ardhur. Sepse deluzionoja që në një botë ideale njerëzit duhet ushqeshin sikur ti kishe ata njerëzit e tu të familjes. Po, do me thënë, unë mendoja që përveç faktit që një biznes duhet të jetë fitimprurës edhe duhet të ketë atë marzhin e tij që ka paracaktuar financa apo ku diun, duhet të sillesh atyre me të njëjtin idealizëm siç a do ja vije fëmijës tënd para diçka që ti nuk do e pranoje që është e pa lar apo e pa, dhe kur filluan që ne të mësonim se çfarë ishte acapi apo çfarë ishte mirëmbajtja ushqimore, Shqipëria ka hyrë goxha vonë me punë, me sforcë, domethënë në të tilla sfida që akoma bizneset kanë akoma mungesa. Po ti kur i di këto i bën vetvetiu të bëhet mënyrë jetese dhe mënyrë pune kjo. Dhe e marrin si një diçka që është e mirëqen, jo si një diçka që është ekstra. Që ti bën diçka për klientët, ajo transmetohet, është një gjë e padukshme për kujdesin. Vetëm klienti e ndjen. Klienti e ndjen për kujdesin. Po patjetër. Klienti ti shkon e gjithë ajo diferenca që ti bën. Po mund të mos të ndryshoj, domethënë as receta ndonjëherë, sepse ti xha gjen receta atje ku shkon dhe duhet i përmbahesh asaj menuje. Mirë po klienti ti ja përcjell atë për kushtimin edhe atë për kujdesin që ti e duke u marrë me atë më tepër se çfarë është. Dhe shijon ndryshe. Kjo është edhe ajo arsyeja që ti pra e krijove gjithë eksperiencën, njohe klientin, njohe shijet, edhe erdhe tani më bindshëm dhe më e sigurt në hapjen e biznesit tënd, në hapjen e restorantit Thargut. Ti e the që parë Thargun, por nuk na e the kuptimin e emrit, sepse jo të gjithë e kuptojmë çfarë do të thotë Thargu në zonën tonë të Beratit ka qenë një hambar i madh në kohën e komunizmit, ku njerëzit ku punonin në Tharget vinin misër, duhan që thaj atje, ruaj pambuku, që zahiret, zahiret e dimrit, dhe kur u prish sistemi, të gjitha familjet ngelën pak si jashtë, sepse nuk kishin ku t'i ruanin këto gjëra dhe u detyruan që çdo familje krijoi një hambar të vogël, një tharg të vogël, pedruri, me hapësira drasash njëra pas tjetrës që ne fshishim dhe shifnim se çfarë ndodhte nga ana matane saj dhe ruanim aty. Kush ishin më të pasur, kishin gjëra akoma më të mira, kush ishin më pak, po kishte gjithmonë gjëra për të ngrënë, domethënë. Thargu ishte gjithmonë plot me gjëra të mira. Domethënë kurdo që vije ti mund të gjeje fish të thatë, mund të gjeje arra, mund të gjeje gjëra, domethënë që ngado që shkonim në shtëpi nuk kishte ambient për të ruajtur gjëra. Domethënë ishte vetëm një dollap që ruaj buka dhe tenxheria që ishte gatuar. Te Thargu ishin turshit, ishin ullinjt, ishte gruri, ishte misri i varur që mami merrte për ditën e verës dhe e vinte për të zjerë që nga darka deri ditën tjetër. Dhe Thargu është nostalgji, është diçka që përcjell shumë më shumë se sa ushqim. Domethënë, është diçka që është me të vërtetë të kthehemi mbrapa në kohë, me përkujdesi, me dashuri për ushqimin, me gjitha ato gjërat që çdo gjyshe mami do që t'ja kaloj brez pas brezi, sepse kuzhina ka diçka shumë të rëndësishme. Ti mund të punosh me receta, ka receta plot pafund.
në internet tashmë është bërë shumë herë me lehtë se ne atëherë që mbanin fletore dhe kur shikoj fletoret e mia me përshkrime se si mund të ishte një teknik janë qesharake tashmë sepse ne duhet të shkruanim çdo gjë me shkrim sepse s'kishim asgjë që si ta ruaje. Mua më pëlqeu shumë ajo që the kur bëm eventin e ëmbëlsirave tradicionale bashk, për mënyrën se si janë transmetuar recetat. Pra nuk ka qenë asnjëherë kjo çështja e recetave të shkruara, po thjesht gjyshja që ja ka transmetuar është kjo teknika që i themi sot. Po, mbesës apo vajzës apo është pikërisht kjo që tani gjen receta pafund, por asnjëri nuk të tregon teknikën. Mënyrën se si e bënte ajo. Ose sekretet e vogla që bën ndryshimin. Është nga këto gjërat që ti shef një recetë dhe e kupton direkt ku autori nuk ka dashur të thojë si do bëhet perfekte. Këtë njerëzit nuk është se e kuptojnë, domethënë. Ne që jemi të fushës e kuptojmë direkt një recetë kur ka mangësi dhe ai që ka dashur ta bëjë do që ta ruaj recetën sepse për të mos të ta dhënë të plot. Po, mos të ta dhënë të plot, po recetat tona tradicionale shqiptare janë të bukura sepse kanë atë veçorinë që ti mund të shkosh në çdo familje dhe e njëjta recetë të ketë shije tjetër. Të jetë ndryshe. Dhe kjo është ajo që thoshin në fshatin ton ose kudo në Shqipëri ta hahet dora. Me thënë ty ta hahet dora, ke dorë për ta bërë këtë gjë. Gjyshja ime bënte bullza, ishin ca petë të bëra me dorë, e priste për gjysmë dhe e mblidhte kështu e piqte dhe i rreqte me lëngun e zogut. Dhe ato shumë bukur sot mund t'i thuash papardele, që shton italianët sot që janë ato petët e mëdha të mbështjella kështu dhe ishin makarona shpijemi, po ato e kishin emrin e tyre, gjyshja i bente me atë lloj mielli, atë teknikën se si e zinte. Në atë lloj mënyre, me atë lloj produktesh. Ajo nuk e dinte që sa më shumë ta lësh brumin dhe të zbutet do gjysmore që të rrisë gjysmore. Ajo ikte shkonte se do mblidhte patat. Se kishte punë për të bërë. Dhe kur kthej brumi kishte arritur në atë formë që dhe kjo ishte një teknikë që ajo më mësoi mua, që brumi do lën, sepse bëhet më i mirë dhe peta hapet më kollaj dhe bëhet ashtu. Ajo kishte me të provuar, pra, kishte çdo gjë të provuar. Ajo nuk dinte asgjë, ajo ishte domethënë dhe kjo, shife me sy apo me një god apo me një filxhan, ndonjëherë dhe ai filxhani i shtëpisë ishte filxhani i shtëpisë që e bënte të mirë, sepse ishte fiks aq sa duhej ajo për recepturën. Çfarë nostalgjia. Po. Inesa, më fol pak për Thargun, për të gjithë ato food lovers tanë që na dëgjojnë, sepse unë e para me zor kam pritur që ta hapësh, që të bie një herë mirë rehat nga të gatuarit. Thargu, edhe çfarë menuje do ketë, çfarë do shërbesh ti aty, çfarë do gjejmë ne të veçantë tek Thargu, ku gjendet Thargu? Thargu, për arsye të kohës dhe të trafikut të Tiranës, është munduar që të gjendet sa më afër zonës ku unë banoj, në Astir, domethënë, dhe është krijuar me idenë që ne të ruajmë recetat autoktone shqiptare. Unë jam munduar që të kem sa më shumë receta, madje edhe kur vin klient i pyes që nga jeni, më thonë nga çfarë ka zona jote? Po, nga Bureli, erdhën 2 goca sot. Dhe thash, çfarë keni në zonën tuaj? Pul me qull, më thanë. Thash, interesante, si e bën mami? Ma thuaj, unë e di si ta bëj, por ndoshta mami tyre versionin e tyre. Ka një sekret se si e bën, sepse dhe aroma që ti e përzhëlit zogun para se ta bësh me qull në zjarr me dru, ka një aromë tjetër. Unë ndoshta e bëjte petrogazi, po ato kanë një veçori. Dhe Thargu do ruaj këtë. Do ta ruaj këtë me mishe me thua, si thonë, sepse kjo dashuria për gatime tradicionale lindi mbasi unë nuk ktheva këtu. Nuk e dija që ekzistonte fare brenda meje kjo gjë. Isha e fokusuar që unë, po të kisha një restorant, do ishte mediteran, se s'ben, sepse ajo është e bukur, atë kisha mësuar jashtë, ajo ishte fancy, ajo ishte në modë atëre, dhe e lash më njanë si një ide, sepse pash që tradita nuk ikën kur nga moda. Dhe ne si shqiptar jemi shumë nostalgjik, domethënë për gjërat, sidomos madje edhe brezi i fëmijëve të mi janë nostalgjik për gjërat, sidomos ato gjërat që bën mami. Vajza ime
pa plencin me qep tavë që e bën mami im sikur të ishte shofer dalike, i themin në shtëpi, domethënë që e ha me të ngjyrë. Edhe pse është fëmijë që do doje ti, do thoshte do haj KFC kjo gjithë ditën. Nuk. Dhe vetëm nga e dashuria që e ka bërë mami im, ajo e ka ngrënë dhe është mësuar që ta pëlqej. Siç është paça e kokës, domethënë paça e kokës ka kolagjen. Ka vlera ushqyese që njerëzit që e kanë përdorur ndër vite nuk kanë probleme me nyjet ata, sepse e kanë marrë kolagjenin. Kjo është e bukura edhe unë them të përpiqemi sa më shumë që ta flasim, ta përmirësojmë, ta promovojmë, ta mbështesim, të konsumojmë produktet tona. Sigurisht, edhe pse disa janë receta shumë të vështira që nuk i rritur dhe nuk të tërheqin për t'i ngrënë. Domethënë një verior nuk do hante kur, ndoshta eksperimentonte dhe e provonte për sheshin që bëhet në përmet ose në berat me kulaç, se sot kishin te Thargu recetën e ditës, domethënë, sepse nuk e ka provuar ai, nuk ka emocione për ata. Ata e merr malli për fli, sepse ata i bën të gjyshja. Po, dhe unë jam munduar që ditë për ditë të kem diçka që edhe pse fqinjët aty rreth e qark qeshin, kur unë i pyes çfarë do që të bëj nesër, dhe më thonë pet. Shumë e bukur kjo. Të gjithë që do vinë, që do hanë janë njerëz që unë i kam për ditë, në përditshmërinë time aty. Janë njerëz që janë fqinj, biznese fqinj, janë njerëz që i kemi të njohur, janë miq që do vinë nga larg ose nga afër, duke bërë telefonata që mua më ka shkuar mendja për këtë gjë. Dhe ku më bukur në Tiranë të gjesh një restorant që ti mund të shkosh me prenotim jo për vendin, po për ushqimin që ty të ka shkuar mendja. Dhe përveç asaj do kemi gjithçka që ka tregu sot që është në konsum të ushqimit mediteran, si gjërat që unë bëj më mirë, domethënë që chicken curry, më kam thënë që e bëj mirë. Tani nuk e di s'ka ngrënë ndonjë meksikan nga dora ime që të ma vërtetoj. Nëse unë ty të dua për kuzhinë tradicionale. Po. Atë do doja që ta provoja dorën tënde, edhe Thargu të identifikohej si ai vendi tipik. Po. Tradicional. Kemi plane afatgjata, sepse jemi akoma filiz, le të themi. Ëndra është që ta shohim Thargun të kompletuar përveç përkujdesjes personale të klientëve, domethënë që të kenë këtë kënaqësinë që thash, por të kenë edhe produkte të, le të themi, të miratuara nga Thargu. Domethënë një diçka që siç të thash edhe unë, që unë nëse nuk do ja jepja fëmijëve të mi, nuk do ja sugjeroja as për fëmijët e Ardetës. Nëse do bëja një salcë napolitana për fëmijët e mi me vaj ulliri nga Berati, do thosha që Ardeta ta e kam bërë unë, është 100% natyrale, nuk ka asnjë përmbajtës kimik brenda. Se që bën ti për shtëpinë tënde, pra. Po. Dhe është fiks ëndra ime kjo që të kem disa produkte, jo shumë, disa produkte të mira që në sezonin e fikut të bëhet reçelin që del vetëm në Berat ai fiku, ka mami im një taullin që ai është vetëm që bën atë lloj fiku që del reçeli i mrekullueshëm. Dhe unë doja shumë që ajo vazoja të jetë në shtëpinë e dikujt që e vlerëson, ja di vlerën dhe të jetë produkte tipike që Thargu i sjell në mënyrën e vet. Thargu do jetë thjesht një garanci për kujdesje, sepse unë këtë bëj më mirë. Domethënë është njerëzit më thoshin gjithmonë që hape diçka që ne të vim atje, mos të ndihemi keq që vim te shtëpia. Dhe shtëpia s'të vim dot. Jo, vim në shtëpi dhe ndihen shumë mirë, po duke punuar unë u largova pak nga hospitality në shtëpi, sepse nuk mi prisja dot njerëzit ashtu si doja unë, sepse mysafirët duan ngep. Dhe ku më mirë ti quash klientët mysafir kur vinë atje ku ti e duke punuar, edhe ti filepsësh me gjithë të mirat ashtu siç ka lezet, po. Atë që bëjmë dhe ne në Food Lovers. Po, fiks, atë që bëni dhe ju në Food Lovers, është më e bukura nga të gjitha. Domethënë aty ham, aty shijojmë, aty flasim për receta, mund të flasim, çajmë hallet, bëjmë edhe atë seancën tonë të psikologjisë, themi për fëmijët, të themi për kohën, për kështu ja bëjmë 20 minuta. Po zhvillojmë edhe recetat, që kjo është më e bukura pastaj. Po, mund bëjmë dhe plane. Shkëmbejmë krahinat. Po, mund bëjmë dhe plane. Domethënë unë shoh klientët si një
potencial për të zhvilluar, sepse duke ardhur dhe unë do i përthith ato gjërat që ata kanë ngrënë gjatë fëmijërisë. Sugjerimet e tyre. Po, Inesa, të uroj shumë suksese. shumë Ty faleminderit. dhe me ëndrrën tënde të voglis, që tashmë është Shumë bërë faleminderit. realitet, dhe më vjen shumë mirë që Tirana si është shtuar një vend si Thargu, ku të gjithëve nga pak do na kthej në familje. Shumë faleminderit. Edhe me zor pres që të vita. Është një kënaqësi Ta që shikoj do çfarë ke t'ju bërë. mikpres edhe do ishte kënaqësi që t'ju gatuaj diçka që t'ju kujtoj vërtet fëmijërinë. Jam shumë e lumtur. Faleminderit. Edhe suksese. Faleminderit juve.